Dashi. Venusi në bashkëpunim me Jupiterin sjell gëzim dhe hare të shtuar në çdo aspekt të jetës suaj. Në çift do të bashkëpunoni ngushtë me partnerin, duke ruajtur një klimë të ngrohtë dhe pa asnjë zë ankese. Zemra juaj do ndihet e përmbushur. Ju beqarët do tregojeni shumë kërkues me kërkim të personit ideal dhe nuk do i gjeni lehtësisht atë që fiks i përgjigjet pritshmërive tuaja. Në punë do mbani përgjegjësi të plot për çdo detyrë dhe do justifikoni çdo hap të hedhur, duke fituar respektin e bashkëpunëtorëve. Gjendja e buxhetit është përmirësuar dukshëm, ndaj mund t'i lejoni vetes të kryeni edhe disa shpenzime më tepër pa frikë. Demi. Gjatë kësaj dite do arrini të merrni në kontroll jetën tuaj, duke normalizuar situata që deri më sot ju dukeshin të komplikuara. Në çift, atmosfera qetësohet dhe emocionet bëhen më të thella. Nëse nuk keni marrë ende vendime serioze, pyesni veten dhe bëni premtime të sinqerta. Ju beqarët mund të përjetoni dashurinë me shikim të parë në momentin më të papritur, por keni kujdes të mos e humbni veten me entuziazëm. Në punë, sfidat mund të jenë të forta, pasi eprorët mund t'ju heqin ndonjë të drejtë të merituar. Ruani qetësinë dhe kërkoni shpjegime. Në planin financiar, prisni vështirësi të vogla dhe proni me maturi për të shmangur surprizat e pakëndshme. Binjakët. Imagjinata juaj do jep në kun dhe do gjeni zgjidhje për çështjet që më parë dukeshin të pamundura. Në marrëdhëniet në çift mund të kaloni një krizë të thellë dhe në disa çaste të ndiheni të humbur. Mbrëmja ndoshta nuk do i përmbush pritshmëritë tuaja. Ju beqarët këshilloheni të pranoni ftesat e ardhura, sepse ato mund të ndryshojnë rrënjësisht jetën tuaj sentimentale. Në punë, frymëzimi do jetë i lartë dhe nuk do nguroni të ndërmerrni hapa që mendoni se janë të arsyeshëm. Gjendja e financave nuk është delikate, por reflektoni mirë para shpenzimeve të rënda për të mos rrezikuar ekuilibrin. Gaforia. Optimizmi do mbizotëroj shumicën e kohës, duke ju mundësuar të zgjidhni çështje që kërkonin tolerancë dhe largpamësi. Jupiteri do mbrojë jetën tuaj në çift, do jeni bashkëpunues dhe të gatshëm të pranoni gabimet e kaluara për t'u përmirësuar. Ju beqarët, askush nuk do ju ndalojë në kërkim të partnerit ideal, përpjekjet tuaja do shpërblehen më në fund. Në punë, tregtia do jetë fusha ku do keni më shumë fat, ndërsa sfidat e tjera mund të sjellin vështirësi. Gjendja financiare mbetet e qëndrueshme. Përfitoni për të shirë borxhe të hershme dhe për t'i hequr nga mendja shqetësimet e kursimeve. Juani. Do përjetoni ditë të mbushur me ndryshime dhe paqartësi, duke u ndjerë shpesh sikur nuk dini çfarë të bëni më parë. Në çift, kontradiktat mes logjikës dhe emocioneve mund të krijojnë debate. Herë do dashuroheni plotësisht, herë do debatoni ashpër. Ju beqarët do përballeni me peripeci të shumta derisa të gjeni personin e ëndrave, por mos u dorëzoni. Në punë, gjërat mund të mos ecin sipas pritshmërive, por nuk duhet ta humbisni motivimin. Vazhdoni të tentoni. Buxheti do stabilizohet fal masave të marra dhe mbështetjes së të afërme, prandaj mund të ndjeni lehtësi kur planifikoni hapjen e radhës. Virgjëresha. Saturni do ju bëjë më serioz dhe të kujdesshëm në çdo hap. Para se të veproni, mendohuni me kujdes. Në çift, çdo gjë do ecë mirë. Do jeni të lirë të shprehni dashurinë tuaj pa rezerva dhe njëkohësisht të bëni kritikat e nevojshme për të përmirësuar marrëdhënien. Ju beqarët do tregoheni këmbëngulës në kërkim të zemrës që doni. Nuk do ndaleni derisa të fitoni zemrën e personit të preferuar. Në punë, do përfundoni me sukses gjithçka që keni nisur dhe do gjeni rrugë të reja për të arritur objektivat. Financat do mbizotërojnë në rregull dhe qëndrueshmëri, duke ju garantuar paqe mendore. Teshoria. Gjatë kësaj dite do frymëzoheni pafund dhe imagjinata do ju ndihmojë të kapërceni çdo pengesë. Në çift, edhe pse mund të thoni ndonjë fjalë të gabuar, partneri do jetë i durueshëm dhe i kuptueshëm. Ju beqarët do preferoni vetmin dhe nuk do kërkoni në mënyrë të nxituar ndryshim statusi. Mbani prioritet vetdijen dhe spontanitetin. Në punë, me përqendrimin e duhur do siguroni pozicionin që keni ndëruar gjithmonë dhe do ndërtoni strategji të reja për të ecur përpara. Financat do jenë delikate, veproni me maturi dhe shmangni shpenzimet impulsive për të ruajtur ekuilibrin. Akrepi. Në përgjithësi do ndjeni të kënaqur dhe fal Jupiterit, çdo çast në çift do jetë emocionues. Venusi do mbështes çdo hap dhe do forcojë afërsinë. Ju beqarët do ndjeni mirë me njëllet e reja dhe mund të mendoni për hapa serioz drejt lidhjes. Në punë, megjithëse do ndjeni të pavendosur, mbështetja e kolegëve do ju ndihmojë të merrni vendimet e duhura.
Buxheti do ketë përmirësime të mëdha, duke ju lejuar të hidhni edhe investime në afatgjata që premtojnë përfitime të majme. Shigjetari. Yjet do ju mbështesin të imase dhe do e bëjnë jetën tuaj më të bukur. Në çift, dëshira jetike për afrim do ju shoqërojë dhe do mund të bëni edhe çmenduri të vogla dashurie. Beqarët mund të shohin ëndrat më të bukura të realizohen dhe lidhje të mrekullueshme të lindin pa pritmas. Në punë do ju jepen mundësi të shkëlqyera për të treguar vlerat tuaja dhe gjithçka do ndryshojë për mirë. Financat mbeten në kontroll të plot, prandaj mos u shqetësoni dhe përfitoni nga stabiliteti i buxhetit. Britsjapi. Gjatë kësaj dite mund të ndiheni në presion dhe të keni frikë të hidhni hapa të rëndësishëm. Në çift, tensionet mund të jenë të larta dhe fjalët lënduese mund të acarojnë atmosferën. Përpiquni të frenoni spontanitetin për të ruajtur qetësinë. Beqarët duhet të dalin më shumë dhe të pranonin njëje të reja, por të mos vendosin pa marrë mendimin e të afërmet. Në punë, shmangni xhelozin dhe përqendrohuni tek përpjekjet tuaja për të arritur vendet. Financat e ditës janë të shkëlqyera, mund të fitoni ndonjë lotari, prandaj mos i jini rastet të ikin. Ujori. Edhe pse mund të ndiheni fillimisht të zymë, çdo gjë rregullohet shpejt. Në çift do përjetoni momente shumë të bukura dhe do komunikoni me logjik për gjithçka. Beqarët kanë mundësi të takojnë persona të veçantë me të cilët mund të krijojnë një lidhje afatgjatë. Ndjekni intuitën. Në punë, dëgjojini zërin e brendshëm dhe veproni sipas intuitës, pasi Neptuni do ju lehtësojë çdo hap. Plutoni do mbrojë financat tuaja, megjithatë duhet të tregoni të kujdesshëm me çdo vendim të madh monetar. Peshqit. Hëna do ju ndihmojë të bëni zgjedhjet e duhura dhe do rris kërkesën ndaj vetes, do arrini lartësi të reja. Në çift, përkushtimi ndërsjellë dhe toleranca do ruajnë komunikimin e hapur dhe klasin e marrëdhënies. Beqarët këshillohen të mos nxitohen me hapa të mëdhenj, pasi gabimet e kaluara mund të përsëriten. Durimi është armiku më i mirë. Në punë, nëse synoni një post të ri, të duhet të bëni përpjekje shtesë për të bindur e pronën. Financat kërkojnë disiplinë, mos i lini impulsivitetit të sundojë vendimet tuaja. Përshëndetje, nëse kjo është hera e parë që ndodheni në kanalin ton, ju lutem subscribe, mos harroni të klikoni zilen që të informoheni të parët për videon e fundit. Faleminderit!